peshk. Peshk kocë sot gjetëm në treg, kështu që një kocë me një salcë shumë të lezetshme. Atër shkojmë me peshkun, spari, pastaj flasim për salcën, derisa do ta pres kështu, në mënyrë që ti depërton shija. Peshku duhet jetë i thatë mirë, në mënyrë që gjatë pjekjes mos na ngjitet në skarë. Kështu. E tash vazhdoj me krip. Marinojmë kështu mirë, në mënyrë që ti depërton shija, i rrotullojmë në anën tjetër. Vazhdoj me pjekje në zgarë. Temperatura duhet jetë e mirë. E tash, një këshill t'ju jap. Zakonisht peshku, kur është gati, kur pjekja është gati, ai tregon vetë. Lëviz pa problem. Nëse doni ta largoni pak me vështirësi, edhe ju prishet lëvorja, edhe njëkohësisht ai tregon që ende s'është gati që kthehet. Kështu që po e mbyllim, vazhdojmë me pjekjen. Me salcën vazhdojmë, kurse kam përzgjedh, këtu në ulqen i quajnë pazina. Nuk e di se e kanë emrin në gjuhën shqipe, mirë po me peshkun shkojnë perfekt. Vetëm do t'i zi në ujë të kripur për 2 minuta, jo më tepër. Shkoj në kuzhinën e mbrëmshme, ta mbaroj këtë punë. Vazhdoj me salcën. 3 thelba hudhër. Hudra të reja, bio. Dhe ku ka peshk, hudra shkon shumë. E shtypim pak. Shtoj ullit. Këtu kam 2-3 lloje, të gjitha janë vendore. Në tregun e ulqinit gjeni. Të gjelbër, të zi dhe më të kuqe. Këto janë gjitha pjekuria, do më thënë, është i njëjti ulli, vetëm në fazat e pjekurisë. Të gjelbërtat janë të mëhershme, të zezat janë shumë të pjekura. Ja shikoni, këto 2 minuta veç u bërën gati, kështu që po i largoj me njëherë nga ena. Shija e këtyre mu më pëlqen jashtëzakonisht shumë, është pak më e butë se e spinaqit dhe me peshk shkon shumë. Ai ta shohim peshkun si ka punt. Është gati që të kthehet në anën tjetër. Jo, do të thonë, shikoni, nuk lëviz. Përderisa nuk lëviz, nuk është gati të kthehet në anën tjetër. Okej, vazhdoj unë me salcën, do t'i shtoj pak kopër të freskët, pak majdanoz, dhe pak kapër, disa kokra. Do t'i shtoj pak fruta arore. Dhe të gjitha bashk i pres.
me durim derisa të imsohen të gjitha. Salsa është gati. Shtaj në enë. Krip nuk do t'i shtoj pasi që ullir dhe kapri kanë mjaftueshëm. Vaj ulliri. Dhe lëngun e gjysmë limoni. Shikoni, mrekullia vet. E të shohim si ka punë peshku. Tash është koha që të rrotullohet, vetëm ta marr një vegël. Shkojmë me një rënën. Pak është prish, s'ka lidhje. A shiko, mrekulli. Edhe 5 minuta dhe gati. Peshkun e kemi gati. Ja, shikoni. Tomate që shi. Dhe këtu kryefjala është përveç peshkut dhe salsa, e cila do t'i shkoj edhe sipër gjelbërtave, të cilat mund t'i zaventësoni me spinaq. Ja pra miq, receta me salsën shumë delikatesë dhe peshku i freskt, i egër. Kaq nga unë këtu pranë Lumit Buna, për peshkun gjithmonë e keni taunitën në Prishtinë, e cila edhe ju pastron peshkun para se ta bleni. Ne do takohemi prapë këtu pranë Lumit Buna për të vazhduar me recetat e reja. Miru takofshim!